Ditë feste dhe gëzimin e familjen e një prej çifteve më të dashura të showbizit shqiptar. Kiara Tito dhe Luiz Zelli festojnë sot një datë mjaft e rëndësishme pasi vajza e tyre Luna Mari ka mbushur plot 2 vjeç. Për të shënuar këtë moment magjik, Kiara ka ndarë me ndjekësit në Instagram një video të jetë ëmbël nga mëngjesi i ditëlindjes. Në pamjet e publikuara e vogla Luna teksa rrethohet nga një dekor festiv me tullumbace roz dhe një tortë të bukur të përgatitur enkas për të. Është mëngjesi i ditëlindjes së dytë të vajzës sate, shkruhet në videon që ka rrëmbyer me njëherë zemrat e fansave. Postimi është mbushur brenda pak minutave me mijëra pëlqime dhe qindra komente nga miqtë e ndjekës, të cilët i kanë uruar vogëlushes jetë të gjatë dhe të lumtur. Kanë kaluar tashmë 2 vite që kur jeta e Kiarës dhe Luizit mori një kuptim krejtësisht të ri me ardhen në jetë të Luna Mari Ellit. E vogla është kthyer padyshim në qendrën e botës për prindit e saj, të cilët her pas here zgjedhin të ndajnë me publikun momentet më të bukura të rritjes së saj. Nga ana tjetër na duhet t'ju kujtojmë se Luiz Zelli dhe Kiara Tito u njohën brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ku dhe aty kur është zuan martesën, në natën finale ku Luiz Zelli doli fitues. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.